Ushtria amerikane ka ndërmarrë një tjetër sulm vdekje prurës ndaj trafikantëve të lëndëve narkotike në detin e Karajibeve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth bëri me dije se 3 persona u vranë gjatë sulmit, që u ndërmor ndaj një mjeti detar që i përkiste një organizate terroriste, por pa dhënë emrin e kësaj të fundit. Sipas shërbimeve tona të inteligjencës, mjeti ishte përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike dhe po lundronte në një rrugë detare që përdoret rëndom nga trafikantët. Në bord të tij kishte lëndë narkotike, u shpreh Hegseth në një deklaratë në rrjetin social X. Ky ishte sulmi 15 ajror që ushtria amerikane ka ndërmarrë ndaj mjeteve të trafikantëve në Karajibe dhe pajësorin lindor që nga fillimi i shtatorit. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar këto sulme, ku deri tani kanë humbur jetën të paktën 64 persona, si të nevojshme për goditjen e trafikimit të lëndëve narkotike drejt SBA-s. Trump ka këmbgulur se SBA është tashmë angazhuar në një konflikt të armatosur me kartelet e drogës, për të cilin po përdoret i njëjti autoritet ligjor me administratën Bush, kur kjo e fundit i shpalli luftë terrorizmit pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Narkoterroristët po sillin drogë në brigjet tona për të helmuar amerikanët. Do t'i trajtojmë njësoj siç trajtuam Al-Qaedën, nënvizoi ndërkohë sekretari i mbrojtjes në postimin e tij. Ligjvënësit demokrat në Senat kërkuan sërish më shumë informacion për sulmet në një letër që i dërguan të premten sekretarit të shtetit Marco Rubio, Hegseth, por edhe drejtores së inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard. Gjithashtu kërkojmë që të na jepni të gjithë opinionet ligjore në lidhje me këto sulme dhe një listë të grupeve apo subjekteve të tjera që presidenti cilëson si të shënjestrueshme. Shkruajtën senatorët demokrat në letrën e tyre, ndërkohë që një kërkesë ngjashme ja dërguan Hegseth në fund të muajit shtator, si dhe në fillim të muajit tetor.